Gjithë me gjithi të thua që përsëriti atë angazhimin, interesimin e kryeministrit Maqedonas Kristian Mickoski, i cili fillimisht pati deklaruar se është interesuar që partinë e Zotit Ahmeti ta heq nga skena politike, më pas sikur e modifikoi këtë angazhim dhe kërkoi pensionimin politik të Zotit Ahmeti, njëjtë siç e bëri së fundmi edhe Zoti Mexhiti. Por Raldin, unë gjykoj se kjo retorika, po ky angazhim i opozitës shqiptare ka për të vazhduar, gjithnjë duke marrë parasysh këtë diferencën prej 20.000 votash që janë në favor të BDI-s dhe të dyja aleancave të këtij koalicioni, për shkak se zgjedhjet për komuna janë, për kryetar të komunave, këtu tek ne janë rezultati i pazareve, apo thënë më mirë i marrëveshjeve edhe parazgjedhore mes kampeve të ndryshme. Në rastin konkret kemi mbështetjen respektive, do të thosha, të kandidatëve të Vlenit në komunat si Tetova apo Struga, nga ana e Vëmëro DPMNE-s, dhe në qytetin e Shkupit, në garën për të parin e Shkupit, ku grupimi politik Vlen duhet ta mbështes kandidatin e Vëmëro DPMNE-s, që të mos e zgjas kujtoj se pikërisht për shkak të raportit të numrave për këshilltarët, kjo kërkes e opozitës së këtueshme shqiptare ka për të vazhduar, dhe nëse raporti i komunave edhe tek shqiptarët ndryshon, nëse ndodh ndonjë e pritur apo e papritur që ta zëmë opozita ta fitoj Tetovën, atëherë kjo fushat për zgjedhje për zgjedhjet parakohshme parlamentare do të vazhdoj, ndërkohë që, po them, ende është herët të flitet për pensionimin politik të Zotit Ahmeti. Po, a mund Zoti Zahiri që Vleni bashkarisht me Vëmëro DPMNE, duke parë që sidomos Vëmëro DPMNE që ka shënuar një fitore kështu të thellë ndaj LSDM-s, pothuajse është duke zhdukur nga harta politike në qeverisjen lokale, që të trimërohen dhe të nxisin pra mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare, duke parë këtë rezultat, mbase do t'ju konvenonte, si themi, që të shkojnë në zgjedhje të reja dhe ta rikonfirmonin mandatin e tyre qeverisës. Si e shihni? Në fakt, Raldin, ka qenë traditën e Vëmëro DPMNE-s, që është e vërtetë të ish kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevski, që të thuash asnjë mandat të mos ta çoj deri në fund, dhe nuk e përjashtoj këtë mundësi që në radhë të parë Vëmëro për interesat e veta puro partijake ta ndërmarrë një hap dhe në mënyrë që përfundimisht o të përcaktoj partnerin përfundimtar nga radhët e shqiptarëve, o të përshëndetet me të me arsyetimin se provova t'ju ndihmoj ka që keni takatin politik. Gjithë kjo natyrisht se kërkon një mobilizim në radhë të parë tek kampi politik shqiptar, në mënyrë që duke mundur rivalin e vetë të dëshmojnë atë votën që i përliq si përfaqësues legjitim të shqiptarëve, për shkak se kjo qeveri këto 16-17 muajt e fundit i hapi do çështje për të cilat shumë kush kishte menduar se janë të mbyllura, kur është fjala për ato që quhen interesa kushtetuese ligjore të shqiptarëve. Kam parasysh këto polemikat e furishme
për të ashtu quajturin balancues, që ka qenë në fakt një mekanizëm që rregullon të çështjen e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administratën shtetërore dhe lokale. Pastaj është prekur, është paralajmëruar edhe të kurje përdorimit zyrtar edhe të gjuhës shqipe. Gjykata kushtetuese e Maqedonisë, duke shtruar në rend të ditë iniciativat për rishikimin e kushtetueshmërisë së ligjit për përdorimin e gjuhëve, përdorimit zyrtar të gjuhëve, pas zgjedhjeve lokale. Këtë e ka bërë edhe me iniciativën e VMRO DPMN-s që nga koha kur ka qenë në opozit. Prandaj, këto çështje të prekura nga pushteti qendror imponuan edhe një dinamik tjetër që në gjykimin tim nuk përkon me fushatën përzgjedhje lokale, por u dominua me çështje të legjitimitetit, të çështje të cënimit të përdorimit të gjuhës shqipe, të përjashtimit të shqiptarëve nga institucionet, nga postet drejtuese, dhe gjithë kjo sikur ka për ta tensionuar edhe më tej situatën, gjithnjë duke marrë parasysh se ta zëmë qeveria pati paralajmëruar se e heq balancuesin për ta zëvendësuar me një ligj të ri, dhe kanë kaluar disa muaj dhe nuk ndodhi asgjë, pasi arsyetimi është se është dërguar në Komisionin e Venecias. Po? Besoj është me interes edhe për ata që për ndjekin ta kuptojnë që BDI-a për një kohë të gjatë e ka akuzuar pra Vlenin që po i kthen të drejtat e shqiptarëve në tavolinën dhe po e kthen prapa, në fakt ka një prapa kthim në këtë çështje. Edhe ju e përmendën çështjen e gjuhës dhe shumë çështje kontestuese tjera, por si e shpjegoni ju faktin që eksponenti kryesor Izet Mexhidi, zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, tani kur flasim, fitoi pa balotazh ndaj Bujar Osmanit, ish-ministrit punëve të jashtme, që ishte nga në siglën e BDI-s natyrisht, duke qenë një nga eksponentët kryesor. Pra si e shpjegoni këtë fitore kaq të thellë? Si mori gjithë këtë përkrahje? Fitoria e thellë është, duhet pasur parasysh se zoti Mexhidi 3 mandate i ka prirë kësaj komune. Aleati i tij, një bashkëpunëtori i tij i afërt, kryetari i deritanishëm i komunës Çajirit, Visar Ganiu, 2 mandate,